Jemi rikthyer në kuzhinë për të vazhduar me një tjetër recetë, me recetën e tretë. Ndërkohë, numri do të jetë në ekran, ju vazhdoni të na telefononi, sot kemi kohën më të favorshme për t'ju mirëpritur, për gatimet tuaja, çfarë keni përgatitur për sot, dhe pse jo, siç e thash, që kërkova që në fillim, ndonjëherë për jush na tregojnë ndonjë barsalet, ndryshe në fund fare pastaj u pa punë do t'ju tregojmë ne nga një barsalet. Çfarë sallate kemi tani? Po, sallat, po. Kjo është sallat edhe në çdo orë të ditës e të natës konsumohet. Barsaletat kanë një limit që disa thuan, për shembull, deri në orën kur janë fëmijë, disa të tjera thuan për shembull edhe nëse janë barsaleta roz, barsaleta janë ama të keqen. A do ta them do ta shkrep një barsalet shpejt e shpejt. Nëse do publiku, ta pyesim publikun, besoj se do. Kush nuk do. Unë e kam kërkuar. Atëherë, në moshën tonë, për shembull, edhe i çik se e konsideroj vetëm pak më të re, çohem në tualet për të shkuar 2-3 herë. Çohem plaka për të shkuar në tualet, çuku. Në mes të korridorit, shikon nusen, tak. Edhe i thot plaka, i thot, po ti, përse e kështu lakuriq? Ku po shkon? Ta po shkoj te burri, tha. Po se po shkon te burri, tha, ti e lakuriq. Ka veshur këmishën e dashurisë, tha. E mbajti plakas dhe plaka kishte qenë dikur ere. Mos e shiko tani ti. Të nesërmen, plaka zhvishet, shkon tek plaku dhe i thot, duke qeshur, tha, plak, po ti moj, tha, dhe s'ke veshur roba, tha, ua, tha, po si jo, ka veshur këmishën e dashurisë. Këmishës tënde të dashurisë, jepi një hekur, tha, dhe në rregull. Ja, kjo, mi qesha, pra ja. E donë të hekurosur, plak. Po ca në zhuba. Mbante më, domethënë, që ka qenë hekurosur, shqyr. Kjo ka shumë rëndësi. Atëherë, me këmishën që donë të hekur, kam një sallatë me lule lakër. Do pak hekur, faktikisht është, familja kruciferëve ka, nuk janë kështu kaq të lumuara. Po. Atëherë, i kam zier dhe do t'i shtoj. Shiko? Bo, më duket se erdhë. Sfida, kush e tregon më bukur. Mirëmëngjes. Si ju kemi? Unë të parë dhe ja kalofshit mirë. Shumë faleminderit. Po, ju them edhe unë një barsalet. Faleminderit, po e dëgjoj me vëmendje. Vjen një çik si banale, po jo dhe shumë. U mblodhën, ishin disa gra, edhe vajtën tek prifti. Se kishin traktuar burrin dhe t'i thoshin qysh t'i themi burrit. Se ishin nxirr. Edhe i thot prifti, thuaj që u rrëzova. Kur mbasa ditën zhvet edhe gruaja e kryetarit bashkisë. Edhe ajo traktova burrin po qysh t'i them, u rrëzova thuaj. Po pasaj zëhet prifti kryetarin e bashkisë. Si dhe i thot, duhe rrugulluar këto rrugët, tha, se po në rrëzohen gratë, tha. Tha, grata s'pun kanë, tha. Po shiko, tha, se dhe gruaja jote është rrëzuar 1-2 herë, i thot. E kuptoj që pastaj apo se kuptoj? Rregulloj rrugët. Sakrifikohen. Tani do t'ju them edhe një diçka tjetër për gatimin. Sotëm po gatuaj selinu me mish viçi. Super. Do t'ju bësh një shërbim shumë të mirë kockave me selinon. Unë selinon e përdor jashtë mase. Po thuaj se 3 herë në muaj unë e gatuaj selinon. Si dimër dhe behar. Shumë mirë bën. Duhet kesh lexuar shumë dhe të kesh dëgjuar shumë për vlerat që ka selinoja, përderisa e përdor shpesh apo të pëlqen shija më tepër? Edhe shija, edhe vlerat ushqyese që ka, qoftë me fjalë me mish, qoftë edhe sup me peshk, me selino, karrota, patate, edhe këto i përdor jashtë mase. Shumë mirë. Më vjen mirë që e dëgjoj edhe
një prej përfitimeve për moshën që ju keni është shëndeti i kockave, se vetë selinoja ka formën e kockës. Jam në moshë e tretë, jam 70 vjeçë, edhe ju ndjek çdo ditë me kënaqësi, jeni të përsosura. Të falenderoj dhe të uroj një jetë të gjatë dhe me shëndet. Faleminderit që na tregove dhe Barcaletën. Dhe të urojmë një ditë të bukur, të përshëndesim nga studio jon, nga kuzhina e Rezedielli, ku tani do të gatuajmë një sallat me lule lakër, me qep të kuqe dhe me panxhar. Kishim panxhar apo se pak mirë? Pas kemi dhe panxharin, po mire pas kam parë, po i përmbledh produktet që lexova se sa për secilën, është një recetë që mund të konsiderohet si shoqëruese të ndonjë gatimi tjetër, por edhe si recetë më vete. Sallat me lule lakër të zier, një lule lakër mesatare, një panxhar, një qep të kuqe, 2-3 lug vaj ulliri, një lug uthull molle ose lëng limoni, një thelpi hudhër, krip dhe piper sipas shijes dhe pak majdanos në fund të grirë për ta serviruar dhe freskuar sallatën tonë. Ju bën shumë mirë, është shumë e shëndetshme. Atëherë, kemi zier lule lakrën, sa minuta? Do të shtoj. Me qetësi dhe me dashuri. Lule lakrën e kam zier më pak nga e zakonshme. Nëse mua lule lakrën duhet më ujë të zier, në ujë të zier shumë, do të thonë që të bëhet bub, mua më duhet të jetë tek 5 minutë, sepse duhet të jetë në al dente. Do të shtoj uthullën për ta marinuar tani. Për ta marinuar, shtoj uthull molle. Shtoj limonin. Mas kripe. Kemi kujdes sepse uthulla e shton ato shijen e kripës. Do të shtoj vaj. Pakës fare. Piper. Nëse ju doni, Niki, a mund të pak ato uthullën e kuqe të lutem, sepse jep shtojni pakos fare. Uthullën ponti të kuqen. Po, pontin e kuqe, sepse është me një densitet kremos balsamik. Si thash, densitet kremos balsamik, ja, shifeni dhe vetë. Ja. Një prekje të lehtë për ta shtuar shijen. Do të shtoj tani qepën e kuqe, që e kam prerë në gjysmë hënë, sekond. Kam hudhrën. Ja, bëjmë dhe këtë sallatën dhe i servirim shpejt e shpejt edhe recetat që t'ja u tregojmë të përfunduara zonjave tona. Panxharin e kemi zier. A dia të provën që kemi treguar vazhdimisht me panxharin për të treguar nëse ti ke një sistem tretje optimal ose normal? Jo, se mbaj mund. Nëse ne konsumojmë për shembull panxharin apo lëngun e panxharit dhe nëse për 4-5 orë ose brenda asaj dite nuk kemi dal ose kemi dal jashtë dhe tregojmë ngjyrën e kuqe, tregojmë që kemi një sistem të shpejtë dhe një metabolizëm të shpejtë. Pra aty e kuptojmë. Kush nuk ka konsumuar panxhar, mua më ka ndodhur, që se kam pasur mendjen që kam pi lëng panxhari. Në momentin që kam shkuar në tualet kam thënë, "Ua, çfarë kam?" Po. Do të thotë që ke haruar. Po, patjetër që po. Kjo tregon shumë, se mbase ke dalë për pas 2-3 ditësh dhe e ke haruar. Tregon që ke patur metabolizëm të ngadalë. Jo, se po të ke dalë brenda ditës kur ke konsumuar për shembull panxharin. Në mëngjes është në rregull. Okej, thjesht e ke haruar pra. E tham pra. Plaka doli në ekmishën e dashurisë mua dhe kam haruar. Po të usim plaka jam që kërkon. Ja, shtoj. Po i drejtë, mos më bëj, që atë të tila, pse më provokon? Misha kështu. Tani, i përzim... Ka nevoj të kurosen ato të tua. I përzim mirë, do të marë bim aromatike. Është shumë e rëndësishme në për salata, kjo përzierja e mirë për të marinuar dhe për të marë një shije. Më pas i shtoni susam fara të ndryshme, si të doni ju. Po i shkon shumë susami. Sidomos i pjekur. Ja, opa, këtu.
edhe një pjatë tjetër, apo e kemi këtu një tasë për ta servirur. Dhe kjo është një sallatë që sugjerojmë për drekën e sotme, me lule lakër, me panxar të zier dhe me qep të kuqe. Pra, një tufë lule lakër, një panxar, një qep, dhe ja tek u bë gati. Këtu besojë? Po. Shtoje aty vetë. Bukur, dhe tava me mëlçi, tavdheu me mëlçi, tava tradicionale, e kemi sjell sot me mëlçi të freskëta, me gjizë, me pak miell, qep hudhra, Shiko? Ja. dhe spec pikant. Edhe gjella me mashurka. Shtohet e gjithë që tjetë. Doj që të binin edhe Ketë lëngë, ketë lëngë, se faktikisht shumë mirë. Urdharo. Shpresoj që t'ju kemi frymëzuar sadopak me pjatat tona, për t'i përgatitur dhe ju, aty tek kuzhina juaj ku po na ndiqni. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen. Do t'i keni në kanalin tonë në YouTube recetat me mënyrën e përgatitjes dhe me videon. Ju përshëndesim nga kuzhina. 3 pjata, 3 barsaleta. U thanë dhe sot. Shpresojmë nesër më tepër t'ju gjejmë mirë mëngjesi për ditën e nesërme, ndërkohë pas pak ne do të takohemi sërish së bashku në tavolinën tonë ku presim miq për të dhënë këshilla për ngërçen pirjet e shpatullës. Është kjo krau që në mos i djathi, që mban çanta, punon, gjithë jetën punon, gjithë jetën lëviz dhe si kushtojmë vëmendjen e duhur. I djathi më shumë e majta më pak. Më pak. Do japim disa këshilla dhe ushtrime që mund t'i bëni në pushtet e shtëpisë. Të lumshin duar. Faleminderit. Shihemi pas pak.